Përshëndetje të ndruar shikues të televizionit 21 në terminin e rregullt fiks të orës 17:00 po e nisim epizodin më të ri të magazinës suaj të preferuar të pasdites pastel. E di që po ju vjet çudi që po mshihni nga ky kuadër, por nga kjo e premte ne do nisim një cikël të ri emisionesh në kuadër të emisionit ton, ku do të kemi të ftuar personazh nga sfera politike. Por e bukura e gjithë kësaj është që ne do t'i zhveshim nga politika dhe duam që t'i njohim në të gjitha ngjyrat e tyre dhe në të gjitha dimenzionet tjera përveç politikës. I imi parë në këtë cikël është Arber Ademi, profesor universitar. Dikura i ka qenë profesori im dhe ka pasur rastin mu të mpys, ndërka që unë sot kam fatin nderit dhe knacin që ta pyes unë atë dhe ta kem përballë. Arber, mirë se erdhe, knacit të kemi sot. Faleminderit për ftesën, knajtësia është e ime. Po, për mos t'u alën si pikpyetje të madhe shikuesve, ne sot e thashë nuk do flasim për politikë. Mirë po në këtë hapësirë ku ne jemi ullur, zakonisht bëhen debate të nxehta. A mendon që është ide ma e mirë të kalojmë në hapësirën tonë ku nuk flitet për politikë? Ne do të kalojmë andej, mirë po unë ma komod po ndihem këtu. Jo, unë po të marrë nga këtu, po kalojmë atje ku do ndihemi edhe ma rehat. Kalojmë pjesën tjetër të studios tonë bashkë me Arbrin. Arber, mund të akomodohesh, jo me sigur që pas emisionit edhe nga këtu do ndihesh shumë rehat. Edhe pse thash aty bëhen temat nxehta, këtu do bëhen tema më emocionale, ku do kemi rastin t'ju njohim pak më ndryshe. Është intervista yte e parë ku ti do flasësh gjithçka përveç për politikë. Kështu që kënaqësi të kem. Po, nuk është lehtë me u thënë drejtën, për arsye se jemi programuar këto vitet e fundit që të flasim për tema politike, për zhvillime të rëndësishme, për zhvillime serioze që qytetarët me vëmendje posaçme i përcjellin. Tash edhe në hyrjet e emisionit, sidomos hyrjet e emisionit, jam me dilemën se a kam bë mirë, a kam bë keq që kam ardhur sot këtu. Këtë do ta vlerësojmë në fund të emisionit. Edhe stylingu sot është pak më ndryshe, po e shoh që e ke të veshur maicën drejtësi për Kreshnik Bekteshin, apo? Keni nisur një fushat? Me kaq do e mbyllim, vetëm ma jep këtë përgjigje dhe asgjë tjetër s'do flasim për këtë pjesë. Nuk bëhet fjalë për një fushat, po është një revolt autentike, jo vetëm atyre të cilët e mbështesin Bashkimin Demokratik për Integrim, po gjithë qytetarëve shqiptarë, edhe gjithë qytetarëve edhe tjerë, për arsye se ne po shohim edhe në studion tuaj, po dhe në studiot e televizioneve tjera, që edhe mjaft intelektual, profesionistë, ekspertë dhe Maqedonas, po flasim për një padrejtësi, për një shembull grotesk të një drejtësie selektive, me që rast sot janë të mbyllur Kreshniku, Bekimi, Beke Maksuti, gjithashtu antari subjektit tonë politik, e shumë të tjerë të cilët nuk kanë lidhje të drejt për drejt me ngjarjen tragjike në Koçan. Ajo që ne mund të themi është shpresojmë që drejtësia të shkojë në vend dhe me kaq që mbyllim, sepse për zhvillime tjera gjitha këto debate bëhen në studion e Daily Click dhe Click Plus, po unë po du të të kthej në fëmirinë tënde, dua pak të kem atë dozën nostalgjie tënde. Si ka qenë Arber fëmiria yte? Tani po du edhe gjuhën ta ndryshosh, nga gjuha politike, diplomatike, të kalojmë në gjuhën njerëzore me cilën je ti Arber në mesin e miqve, familjarëve kështu me radhë. Si ka qenë fëmiria yte Arber, çfarë fëmiu ke qenë ti, çfarë temperamenti ke qenë ti? Po, në bazë asaj që na thonë edhe prindërit, po edhe familjarë të tjerë, na thonë se nuk kemi qenë fëmijë të rehatshëm, përkundrazi kemi qenë pak sa problematik që nga hapat e para të jetës. Edhe prej se mbaj mend unë për vetveten, problemet, sfidat, vështirësit më kanë përcjellur. Mirë po edhe jeta nuk është e bukur në qoftë se s'ka sfida, në qoftë se s'ka betejë për cilët duhet të luftosh. Kështu që unë prej se mbaj mend ende pa hyrë në shkollë, në foshnjore aso kohe, për arsye se aso kohe ashtu organizoj edhe cikli i arsimit të ullët. Pra, lloj situatat ndryshme, po mendoj se u shkon për shtatë edhe fëmijëve që mos janë të rehatshëm edhe ta prishin edhe qetësinë në familje. Nga krejt çka ti mban nga familja jote, cilat janë ato kujtime të cilat ti ndoshta tani flet edhe me fëmijët e tu, dëshiron ndoshta që të bësh paralele se si ka qenë atëherë koha, si është shijuar atëherë jeta, lojrat që kanë qenë më ndryshe nga lojrat që i kanë fëmijët sot. Cilat janë ato kujtimet me të cilat ti je rritur?
Pjesën më të madhe të jetës, unë e kam kaluar në fshatin Apaja, aty kam lindur, aty kam kryer edhe arsimin fillor, po deri sa kam mbaruar fakultetin, së bashku me prindërit dhe vllaun, kemi jetuar në fshatin Apaja, është një fshat diku rreth 4 kilometër larg qendrës së qytetit të Kumanovës, dhe se sigurisht duke qenë fshat, ka patur edhe lëndina të mira, të bukura, e sidomos gjatë stinës verës me vllaun, me fqinjët që kanë qenë moshatar tonë, kemi kalu një kohë të mirë, të bukur, së bashku, për cilët edhe sot e kësaj dite kam nostalgji, veçanërisht gjatë periudhës së pranverës, së vonshme verës, e kështu me radhë, derisa fillonte edhe viti shkollor. Pra, nëse duhet diçka të them me të parën lidhur me fëmijërinë time, lidhur me kujtimet e asaj fëmijërie, padyshim se është ajo kohë të cilën e kemi kalu së bashku me vllaun dhe me fqinjët, moshës tonë, në lëndinat e fshatit, ku ka patur edhe lumë, dhe jo rallëherë edhe jemi la në atë lumë, edhe ku s'kan munguar edhe diskutime nga më të ndryshme, preokupimet të cilët i karakterizojnë fëmijët. Po të vjen keq që fëmijët në ditë të sotit nuk është se kanë mundësi ta prekin atyren, të përjetojnë këtë gjëra që ti sapo i the. Mundohesh ti në një farë mënyrë tua imponosh fëmijëve tu që her pas herën në ndonjë fundjavë ndoshta të shkoni dhe ta shijoni gjithë këtë që realisht është diçka mund të them edhe e panjohur për shumë nga fëmijët të cilët po jetojnë në kohën e teknologjisë. Është e vërtet, po unë kam 2 fëmijë, bineq, vajzë dhe djalë, i burnën edhe Norikun, dhe së bashku me bashkëshortën mundohemi që të kemi një menaxhim më të mirë të kohës edhe për ne, edhe për ata, kështu që më shumë bashkëshortja me thonë të drejtën se sa unë, më pak më bie që të ndaj kohë me familjen, veçanërisht me fëmijët, po mundohemi që brenda ditës të kenë edhe aktivitete fizike, po edhe aktivitete, nëse mund ta quajmë intelektuale për fëmijët, që të përgatiten për shkollë, përgatiten për gara, të ndjekin kurset, dhe mendoj se është çështja e menaxhimit të kohës. Nëse e menaxhon kohën mirë, qoftë i rritur, qoftë fëmijë, mundesh që ti plotësosh ato prioritete për cilët edhe vetë çdo individ ka nevojë. Po aktiviteti fizik është tetë e rëndësishëm. Mendoj se në këtë kohë ku thatë të teknologjisë e kështu me radhë, do të duhet që ta kemi parasysh edhe këtë dimension edhe këtë element që është i domosdoshëm i jetës. Prandaj djali është në shkollë të futbollit, vajza është në shkollën për vallëzim modern, janë 10 vjeç, ka disa vite që i frekuentojnë këto shkolla, përkundër asaj janë edhe në kurset të zakonshme të anglishtës dhe matematikës dhe procesin edukativ arsimor të cilën e përcjellën në shkollën e tyre. Pra, mundohemi që të kemi një menaxhim të mirë të kohës, që prioritetet që janë të domosdoshme për ne mos të mbeten pa plotësuar. Pra, kjo është rregulli, tash ka përjashtime, kur na del edhe neve si zakonisht na del diçka e paparashikueshme. E kuptueshme kjo. Ne kemi edhe kam bërë një përmbledhje të fotografive shumë të bukura, familjare, ditëlindje, kështu me radhë, disa manifestime ku kam pa fëmijët e arbrit veshur me veshje kombëtare. Kam bërë një miks bukur që ta kemi në fakt si prapavia asaj që ne po e flasim në studio. Arbër, para se të vazhdojmë të flasim për familjen, kam pyetje tjera për këtë, dua të pyes për shkollimin tënd, për shkollën e mesme, sepse dim që pastaj në universitet ke zgjedhur juridikun. Para se të më përgjigjesh pse juridikun, dua të di pak edhe atë pjesën e shkollës mesme që pastaj të ka përgatitur që të kesh edhe të marrësh vendimin për të vazhduar juridikun. Cilat kanë qenë ato ndikimet që ti të zgjedhje këtë drejtim pastaj në universitet dhe të bëhej edhe profesion jeta politike për ty pastaj më vonë? Unë jo thonë të drejtën që në shkollën fillore më ka pëlqyer dalja përpara publikut. Këtë duhet ta pranoj, edhe për një arsye shtesë. Në familjen time kemi
6 apo 7 aktor, edhe Axha im është një prej aktorëve këtu në Maqedoni. Gjithashtu një regjisor i famshëm, madje të shtunën të nesërmen, ka këtu premierën në teatrin kombëtar të shqiptarëve. Pra, s'qenë ka rastësi kjo jeta jute publike? Jo, nuk është rastësi, gjithmonë më ka pëlqyer, më ka tërhequr. Madje deri në vitin e 2 në shkollën e mesme, unë kam dashur edhe unë ta ndjekja atë rrugë të bëhem një prej aktorëve duke parë Axhën. Vërtet, a ke prirje për aktrim Arvar? Nuk e di. Se nga kjo që kemi parë ne, nuk e di, nuk kam një opinion në qoftë se ke prirje për aktrim. Me pyet Axhën tim, me siguri thot se jo. Me siguri se thot jo. Megjithëse më përgatit ke çdo herë për garat, recitimit, jo rrallë herë vendin e parë, vendin e dytë, apo tretin në nivel komunal, po edhe në nivele kombëtare që në shkollë fillore, edhe ushtrimet i bëja me Axhën. Pra recitimet i pas ke pas të bukra, këto nuk dyshoj, me qenë se pas ke pas një dorë profesionisti aty. Po, jemi mundu çdo herë edhe ato seancat e ushtrimeve nuk kanë qenë edhe pa tension. Axha duke na disciplinu, se si duhet jemi ma profesionist, që mos tingëllojmë, mos të ketë doza amaterizmi tek ne. Mirë po, me thënë drejtën, baba im thonë të shikoj Axhën tëndë, si aktor, aja vlen kështu, me ndo për një profesion tjetër, po edhe nëna në këtë drejtim, ndoshta ajo më pak, ajo dëshiron të që bëhem mjek, po mjeka... Si shumica e nënave që dëshirojnë të bëhemi mjek. Nuk kam pas asgjë të përbashkët me mjekësin, me shëndetësin në përgjithësi. Mirë po për aktor, gjithmonë ka ekzistu ajo dëshirë. Interesante kjo. Duke shkuar edhe si fëmijë, me prindrit, me vllaun, në premierat nga më të ndryshme, për arsye se edhe familjarët tonë ishin në... Keni pas edhe arsye plus për të shku, më shpesh, në rolet të cilët i performonin. Mirë po nga fundi i vitit 2 në shkollë të mesme, ndryshuam, për arsye se ndikimi edhe ato argumentet e babait qëndronin, për arsye se ne sot e kemi fare të kollajshme ta shohim se cili është statusi i komunitetit të artistëve në Maqedoni. Po të vjen keq për këtë? Unë besoj se është përmirësuar, krahasim me si ka qenë. Kemi më tepër institucione kulturore, kemi më tepër teatro, nuk i kemi vetëm teatrin kombëtar këtu në Shkup, por edhe në qytetet tjera kemi punuar si politik në këtë drejtim që të krijojmë institucione kulturore. Madje edhe statusi material, në qoftë mund ta themi kështu, i komunitetit artistik ka ndryshuar, është mjaftueshëm. Sigurisht se nuk është mjaftueshëm. Komuniteti artistik meriton shumë më shumë nga ajo që sot e kanë. Mirë, por në atë kohë, kur duhej të merresh te vendimi, me të vërtet nuk ishin kushtet mira, nuk ishin ditët më të mira për komunitetin artistik. Edhe prandaj, gjithmonë si alternative shihja se një jurist i mirë, se çfarë pune ka një jurist i mirë, një avokat i mirë, një gjyqtar i mirë, se cila është natyra e punës, edhe në përgjithësi për drejtësinë, një person i cili angazhohet për të vendosur drejtësi në shoqëri gjithmonë më ka intriguar. Dhe kështu përcaktuam, vitin 2004 u regjistruam në fakultetin juridik, ishim gjenerata e pare cila regjistroheshte pas zyrtarizimit, legalizimit të Universitetit të Tetovës, interesimi ishte i madh, diku në qoftë se nuk gaboj rreth 600 student kemi qenë të regjistruar në vit parë aty, dhe vetë atmosfera ishte si një atmosferë teatri. Ishte një periudhë ku kishte fluks të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Po. Atmosfera në ligjerata ishte një atmosferë teatri. Domethënë, tanë kohën, tanë jetën time, pavarësisht se hapët ku i kam bërë, jam shoqëruar me një farë atmosferë teatri. Amfiteatrët dhe në fakultetin juridik kanë qenë të tilla, të mëdhenj, gjigant,
me shumë studenta që më asocionte me një publik më të madhe. Aty ka qenë edhe përvoja e parë, besoj, të flasësh para njerëzve, para publikut. Përvoja e parë, ju thash, prej shkollë fillore. I kam fjallën më profesionale, do thoja para studentëve, profesorëve, besoj aty. Profesionale që në vitën e parë të studimeve. Edhe në qovë se prej perspektivës sot me më duhet të kthejem e të rivlerësoj ato vendimet e mia jetësore të cilat i kam marë, nuk jam penduar fare. Edhe njëherë po të kthejem sot me një bindje edhe më të madhe, do t'isha përcaktuar për këtë profesion të cilin e kam. Me të vërtet më përmbush, ndoshta atë profesionin tjetër që e kam patur në tentativ nuk e kam shijuar dhe nuk e di, mirë po këtë që e bëj sot, e bëj pra punën që e dua. E bëj punën që e dua, pavarësisht çfarë do lloj angazhimi tjetër përkohshëm që kam patur në jetë, asnjëherë lidhjen me studentët nuk e kam shkëputur. Me të mbaruar studimet, ndoshta ju intereson edhe kjo, me njëherë kam qenë i angazhuar si asistent i ri në fakultetin juridik, si një prej studentëve të gjeneratës. Kemi vazhduar me studimet e magjistraturës në Universitetin e Tetovës, e studimet e doktoratës, për arsye se në Maqedoni ishte një kohë e status quo-je sa i përket organizimit të studimeve të doktoratës, nuk organizoheshin në vitet 2011-2012, po edhe para asaj, kishte një gap, një periudhë zbrastie, ku nuk kishte mundësi të regjistroheshe këtu. Në Universitet të Tiranës, për Universitetin Shtetëror të Tiranës, në Fakultetin e Drejtësisë, aty i regjistruam studimet e doktoratës, dhe pas përfundimit të njëjtave, morëm edhe titullin doktor i shkencave juridike. Po, me qenë se përmende angazhimin si asistent edhe gjatë periudhës së studimeve, po momenti kur ke filluar punën si profesor, e ke parë moshën tënde, sepse shumë i ri në moshë, realisht ke qenë profesor, e ke pas si avantazh apo si disavantazh të është dashur të punoje, të fitoje autoritetin e plot të studentëve, duke marrë parasysh që ndoshta shumica e studentëve kanë qenë aty afër me ty në moshë. Si ka qenë ajo periudha fillestare si profesor? Ju në hyrjet e misionit thotë se ju kam ligjeruar edhe ju fatkeqësisht unë këtë s'po e mbaj mend për arsye se shumë gjenerata. Bile ta zbuloj që notën e parë ka marrë bashkë të ju, ka qenë të lënda juaj. Edhe nota ishte? Nota ishte ta zbuloj, ishte nota 9. 9. Tash po ta them që e ko meritu 10, po okej, isha dakord edhe me 9. Ju kemi nënvlerësu. Jo, kjo do me thonë se po bojmë moshe dhe po harrojmë. Edhe atëherë ishte në fakt një fluks shumë i madhe studentëve, kështu që është komplet e kuptueshme që edhe mos të mbash mend, ndoshta shumë nga studentët. Më vjen keq që s'mban mend, po dakord, hajde. Po jon, me siguri. Pra, ashtu si që isha duke thonë, edhe pse trim për nga mosha, unë fare nuk e kam patur problem, edhe besoj se edhe të tjerë si unë nuk e kanë patur një problem të tillë, për arsye se vetë studentët, gjithë kemi qenë studentë, ju, unë të tjerët, e vërej në profesionalizmin, seriozitetin e ati që del për balë, qoftë në amfiteatr, qoftë në mësojtore, në salët ku zhvillohet ligjeratat ku zhvillohen, dhe se nuk kam patur kur asnjë lloj sfide në këtë drejtim në fillim, për shkak të moshës. Këtë mund ta konfirmoj realisht se ka qenë vërtet kështu si po thotë. Por kundrazi, unë edhe sot e kësaj dite ndjej kënaqësi, dhe se çdo herë me studentët jemi munduar që të kemi një raport korrekt, profesional, në drejtim të asaj që të absorbohen më shumë njohuri, që të dalin sa më të përgatitur në tregun e punës, dhe se prej studentëve presim gjeneratët të cilët edhe do na udhëheqin si shoqëri. Dhe kjo mendoj se është shumë e rëndësishme, për arsye se të edukosh breza, të kontribuosh në formimin profesional të më tepër brezave, është një nga misionet më fisnike, dhe se është çështje e rëndësishme, prandaj
ne kemi një përgjegjësi edhe më të madhe si mosimdhënës që të japim çdo herë maksimumin ton në punën që e bëjmë duke patur parasysh se këta gjenerata, këta breza do të drejtojnë shoqërinë tonë. Po pra. Tani nga kjo pjesë dua të kaloj pak të çështjet e zemrës, të çështjet pak më delikate, ku besoj nga këtu do arrim ta njohim pak më tepër dimenzionin njerëzor të Arber Ademit. Arber, dua ta di si është bërë njohja yte me bashkëshorten tënde Albinën. Ju realisht jeni një çift shumë i bukur, unë kam zgjedhur ca foto shumë të bukura në dasma, në momente, në pushime që keni pas bashk, që do t'i shohim me shikuesit, por ti na e trego periudhën në çfarë moshe e njoh me Albinën dhe ka qenë ajo dashurinë shikim të parë, ke thënë vetës kjo është vajza që do bëhet gruaja ime. Sepse kështu ndodh shumë shpesh te meshkujt, është impakti i parë në qoftë e din nga fillimi në qoftë se ky person do bëhet bashkëshortja, nëna e fëmijëve në të ardhmen. Ti e ke ditë këtë nga fillimi kur e ke taku Albinën? Në shikim të parë nuk ka qenë për arsye se në rrethonat ku jemi njoftuar ka qenë ndryshe, po unë me Albinën gjatë kohët, do e zbulojmë edhe që sa kohë, madje miqtë e mi të afërt tallen edhe me mua, për arsye se thonë, aq shumë kohë keni kalu ju edhe po kaloni bashkë, sa që i bie prej 2 vjeç t'jeni, prej 2 vjeç kur keni pas t'jeni bashkë. Vërtet, sa vite jeni bashkë? Prej 2004. Okej. Pra, sa I bie jeni rritë bashkë? Jo, sa kam baruar në shkollën e mesme, me njëherë Albina një gjenerat është ma eri se une, do me thënë aja ka qenë viti 3 në shkollë të mesme, jemi bashkë. Mirë po, për nga intenziteti i të ndenjurave, kohës që kemi kalu bashkë, kur e bën kalkulimin i bjen që jeni krejt jetën bashkë. Jo, kanë drejt, prej 2 vjeç ose prej se jemi bashkë. Pro, rrethanat kur jemi njoftu, do më dhënë, kanë qenë ndryshme. Dhe vajzën e tezës Albinës, unë kam patur shoqe, edhe kam sot e kësaj dite shoqe. Ajo është e martuar për një familjar timi në ndërkohë pas neve, edhe se njohjen e parë e kemi bërë duke qenë me atë, me fitoren vajzën e tezës Albinës. Dhe se kanë kalu pas një viti, një vit ma herë do me thënë është bërë njofti, pas një viti, kemi dalë, kemi pirë kafe, me shoqëri, me shok. Pra pas ka qenë njohje e natyrshme, nuk pas ka qenë. Njohje e natyrshme, me baby steps, dal nga dal, dhe kështu filloj ajo historia jonë. Me qëfar të ka bërë për vete në këto baby steps e në këtë njohje që e keni pas graduale? Qëfar kanë qenë ato tipare që ti ke vlerësu mas shumë, ti qoftë karakteriale, qoftë fizike, realisht e shojmë që është një grua shumë e bukur, po karakteriale? Shikoni, se cili njeri dëshiron të gjej atë karakterin i cili përshtatet, që jo vetëm partner të jetës, po dhe me patur edhe shokë të jetës. Prandaj unë kam parë prej në fillim se ka predispozitat të cilët më pëlqejnë mua, ose cilët unë i preferoj, ndoshta unë mendoj se edhe unë i kultivoj të njëjtët, qoftë në aspekt përkushtimit, ose preferencave jetësore, familjes, e kështu me radhë. Prandaj, ka qenë me qëllim me hapat nga dalt edhe natyrshëm për të parë se ku jemi, a jemi apo s'jemi. E kemi parë që jemi, në fakt unë kam konstatuar i pari se... I pas ke voti kalkulimet, që ka predispozita. Po, i kam bo kalkulimet, mirë është që mund të vazhdo. A mund të themi që kjo mund t'jetë një sekret themi për një martes të sukseshme? Kjo që të merren pak gjërat më gradualisht, thjesht për të përqu mesazh të rinj të cilët po nguten në vendime. Ja, më varet, dallojnë situatat, dallojnë njerëzit, edhe fati e bën punën e vetë, funksionojnë lidhje shumë mirë, perfekte, në shikim të parë, funksionojnë lidhje të cilët me hapa gradual, po kemi edhe shembuj të keq që të dyjave, do më thonë, më varet.
E qartë. E tani, të flasim pak edhe për fëmijët, i përmende janë Liburna dhe Noriku, të cilët janë binjak, unë nuk e kisha ditë këtë, mërë shumë interesant. Si është të jesh prind për herë të parë dhe mbi gjitha të kesh me njëherë 2 fëmijë, binjak? Si ka qenë përjetimi ytë në këtë fazë? Nuk ka qenë letë, me thonë drejtën. Unë ma fëmijë problematik se fëmijët e mi, unë nuk kam parë. Madje më kapte i nati kur shokët mi, shoqet mi, cilët fëmijët i kishen dhe i kanë moshën e fëmijëve tonë, po flasë kur kanë qenë krejtësisht vegjel, pas i lindën, kur thonin se flenë gjumë rahat natën, me të vërtet i gjelozoja. Keni kalu shumë sfida në këtë pjesë? Po, bëgje sfidat më dha, dhe kjo ka qenë koha kur kam qenë edhe më i lirë, nuk i kam patur angazhimet politike në atë kohë. Mirë po, fare të rehatshëm s'kan qenë. Edhe kështu problematik kanë qenë, ndoshta deri sa mbushën moshën 4 vjeç apo 5 vjeç. Okej. Kështu s'kemi bo gjumë rahat. Unë në fillim se cilit përkujdeset për cilin... A i keni nda rolat? I keni pas njeri, ta ketë njeri në përkujdesje? Unë e shikovë në fillim javën e pare, thash vajza që nga ma e urtë, dhe mora në bikëshyrje vajzën. Ajo kështu ndodhe vetëm javën e parë. Të mashtroja? Deri 4 vjetë sa i ka bo vajza s'ka bo gjumë të rehatshëm natën, dhe kështu që është dashur zbashku. Pastaj edhe prindërit na kanë ndihmu shumë në atë periudhë, se me të vërtet mundem me thonë se në një 6 muaj apo 7 muaj të parë në 3 turne kemi funksionuar për arsye se ashtu ka qenë. Pak para kohë kanë lindë fëmijët e mi, po kjo me siguri nuk është arsyeja, nuk është se ma thonë se nuk është arsyeja. Sot prap nuk janë të urtë, prap janë mjaft aktiv, mjaft gjallë. Madje edhe sot ka po vija këtu në mëngjes kur po dilja prej shtëpisë, më pysin ku po shkon, se pas diti janë shkollë, me një emision, po pse po shkon kështu. Okej, e se janë mësu dhe të qojnë pak më zyrtarisht i veshë. Po, disa pyetje kështu, pa tjetër që me informu. Pra, ke 2 krijesa të cilët kërkojnë llogari në shtëpi, a? Po, kërkojnë llogari, edhe ju japim llogari me shumë qef, po nuk ka qenë letë. Madje më kujtohet e kam, është dikon një fotografi, këtu isha në Klik Plus, të ju në emision, aso kohë isha zonës kryeministër, fëmijët ndoshta kanë qenë 2 vjeç, kështu, edhe prej 21:30 ju e keni atë emisionin, kryet, 23, 15. Para orës 12, po. Kështu që erdhë puna që unë në mesnat këthejem në shtëpi, edhe këta nuk kanë fletë, me i zonë gjumi normal, po është dasht me i përkunë, së s'ka është, nuk ka patur shansë, edhe si erdha me kollare, me kostum, vashorti, tha mirë se erdhe, hajde, drejten në punë. Unë me kollare, hyna me satynve, edhe aje mërë telefonin, na fotografoj, tha që ta kesh kështu, tha s'ka punë, po ka dhe punë të shpijës. Për vjeli kratu, edhe këtu. Mirë po, jemi me fatë që i kemi, unë uroj që çdo kush të bëhet prindër me të vërtetë është një, nuk janë këto vetëm fraza, klishe që po i them, po me të vërtetë. Të gjithë që janë prindër, të japin të drejtë në këtë që po e thu. Po, me të vërtet është kënaqësia dhe unë uroj që çdo kush ta përjetojë këtë ndjesi edhe të merret me të gjitha ato sfida që i sjellin fëmijët. Po, i the krejt vështirësit i përmende, une po e them në atë gjuhën popullore, të paktën me një harë që keni rritë të dytë bashkë. Po. Kjo është një farë ngushëllimi që e keni në vete, që keni kry punë. Arber, une kam një befasi për ty, me qenë se është edhe hera e parë që ty publikisht po fletë për jetën tënde personale, për përjetimin si prind, do me thënë, për gjërat të cilat nuk i ketë në emisionet tjera, unë
nuk po flas asgjë në këtë, sepse dua të të ftoj të dëgjosh diçka që jo me sigur që do të emocionoj ty, edhe do nxjerrim edhe diçka shumë origjinale dhe shpirtërore nga ti pas kësaj, pasi ta dëgjoj. Hajde ta shohim. Regjia në qoftë se e kemi gati, na duhet pak volum në studio dhe ta dëgjojmë së bashku, një diçka që është shumë e veçantë për Arbrin. Për babin tim të dashur. Babi, ndoshta tani që po e dëgjon këtë letër, nuk e ke pritur një surprizë nga ne, por ne duam të themi diçka që e mbajmë gjithmonë në zemër. Ti je heroi ynë, jo vetëm sepse punon shumë, por sepse je gjithmonë aty për ne. Kur na duhet një përqafim, kur jemi të gëzuar edhe kur jemi pak të mërzitur. Na ke dhënë kuraje në çdo hap. E dima që je shumë i përkushtuar në Arsem. Këtë e kuptojmë të gjithë, sepse gjithmonë na flet për rëndësinë e dijes dhe e armja si ndërtohet me mend. Shpesh na mban ligjërata për shkollimin, edhe pse ndonjëherë janë pak të gjata, ne prapë i dëgjojmë me qejf. Sepse dimë që e bën nga dashuria dhe dëshira që të jemi më të mirë. Kur jemi me ty, ndihemi më të sigurt. Kur na përqafon, harrojmë çdo gjë tjetër. Ti je më shumë se një baba. Je shoku ynë, mbështetja jonë dhe motivimi ynë më i madh. Ne jemi shumë krenar që ti je babai ynë dhe të dua me gjithë zemër. Me dashuri Riburna dhe Noriko. Sa e bukur, në fakt unë e kam nisë sot mëngjesin me këtë mesazh që mu personalisht më ka emocionu dhe krejt këtë që e tej para prakisht Arbër, unë mendoj se ky është shpërblimi më i mirë që mund ta merje. Qysh ndjeve është e papritur, sepse unë bisedova me Albinën, ajo më tha që fëmijët nuk janë persona që duan shumë të dalin, të shfaqen, të duken. Tha nuk dua të insistoj, tha po të premtoj që diçka të bukur do të dërgoj dhe kjo ishte një surprizë shumë e veçantë. E kështu që falenderoj Albinën për këtë ndihmë, për këtë bashkëpunim, për ta të bërë një surprizë. Çu ndjeve për këto fjalë kaq të bukura nga dy krijesat e tua? Do me thonë, më kanë punu pas shpine. Ka qenë plani për bashkën, më kanë punu pas ndjes. shpine. Hajde për Albinës e pres që mirë po për fëmijëve jo. Kanë drejt aty, se edhe për fëmijët janë pak i mërzitshëm. Ta na flet shpesh për arsimit, tha ligjëratat ndonjëherë janë pak gjata, apo i dëgjojmë. Po edhe shpesh më thonë, kur kemi tema që duhet të zbashku me ndihmën e prindit, të bëhen apo ndonjë detyrë specifike, apo ndonjë angazhim edhe specifik, se në kohën e fundit kanë qenë të angazhum edhe në gara komunale dhe regionale. Edhe të vërtet, atë çka e thash ajo që qëndron, mirë që i kemi, jemi të bekuar që i kemi edhe çdo sakrificë që keni bërë ja vlen. Jo, sigurisht se ja vlen. Mirë po më vjen interesant se nuk më kanë treguar. E pas kanë mbajt fjalën. E luta Albinën tash mos t'i tregojnë Arbrit, tash dua ta bëjmë diçka ndryshe nga herët e tjera. Më bëri përshtypje. Kur të them kam punë me të ditë. Te pjesa e fundit më bëri përshtypje fraza që e përmendi Noriko, nëse nuk gaboj, ta ti je më shumë se sa një baba, për ne je një shok, je personi me cilin e ndjehemi të sigurt. Pra keni një raport kaq të afër sa që ata të Liburna e tha në fund. Ishte fraza e fundit, po. Unë nuk mundohem me zorë me u bë një figurë autoritative në shtëpi. Do me thonë, nuk e bëj këtë punë, po duhet sillem natyrshëm me fëmijët dhe duhet që t'jemi hapur me ata për çfarë do gjë cilën ata kanë për të ndarë me dikan. Edhe unë dhe bashkëshortja tentojmë që t'jemi ato adresa e parë për çfarë do lloj shqetësimi, që mos të kenë hezitim, mos të ngurrojnë, që të ndajnë me ne, po edhe momentet gëzimi, po edhe sfidave, po edhe të vështirësive, çfarë do që kanë. Kështu që tingëlluan shumë formal, se s'janë kështu formal,
Beso janë mundu të dalin ashtu më smire. Shtu zakonshëm nuk janë formal, edhe kur të shprejnë dashni, por edhe kur protestojnë për diçka, janë krejtësisht jo formal. Edhe shpesh gjatë këtyre përgatitjeve të cilët i bëjmë bashkë, ata na thonë, mos u lodhe ti kaq shumë me neve se ne s'dojmë me u bë si ti. Kështu që heq. Pra ta kanë thënë prej fillim, mos u mundokot. Mos u lodh, as mos na lodhe dhe neve. Kështu që rri ti me punën tonë dhe na me punën tonë. Edhe kështu. Jemi ma rahat kështu, Po. Do me thonë, ma bojnë me dije. Po, nga fillimi. Edhe prandaj nuk dëshirojnë as të ekspozohen, as dalin, madje e kanë ndoshta pak të tepruar këtë gjë që nuk dëshirojnë. Shpesh unë ju thamë më përcjellët, besot, më përcjellët. Qka thonë? Jo, bra, si janë nga ato fëmije që ullën para televizorit me po babin. Jo, në fillim, ndoshta në fillim kreditin, tash, se rrallë edhe i pysë se shfarë, si cili me punën e vetë. Si cili në habitatin e vetë. Kështu që, po, ajo që ka mundohemi, me fëmijët është shumë e rëndësishme shprehja e punës. Në që se krijohet shprehja e punës, e pak pa një vetë disiplinë, edhe ndoshta do të thoja më shumë, si që ajo është individuale, vetë disiplinë duhesh me pas, atëherë edhe rezultatët mungojnë në qoftë se nuk ka shprehje të punës. Në qoftë se ka shprehje të punës, rezultatet janë të pashmangshme. Prandaj nuk është e rëndësishme se çka do të bëhen të ardhmen, po shumë është e rëndësishme që të kenë shprehje të punës, se në qoftë se kanë shprehje të punës, edhe mbeturinat në qoftë se i pastrojnë. E kam dëgju këtë shembull dikun në një televizion, tash e kam harru se kush e thonte, se do të bëhen zot, do të kenë kompaninë e tyre, do të pastrojnë qytetin, shtetin, regionin, e kështu me radhë, pra do të jenë njerëz të suksesshëm. Po përpara suksesit duhet të jenë të lumtur, të plot, të ndjehen të plot, të ndjehen rahat në çdo ditë të jetës së tyre, e pastaj edhe të punojnë edhe për suksesin. Po lumturia, ajo kënaqësia e përditshme edhe në gjërat e imta është çelësi i suksesit. Kush e thot, Nën Tereza e thot, jo çdo kush mund të bëjë gjëra të mëdha, po secili prej nesh mund të bëjë gjëra të vogla me shumë dashuri. Dashuri është nga Nën Tereza. Edhe unë mendoj se këtu qëndron ajo çelësi një jete të mirë, të lumtur të gjithë secilit. Ndjehet në rahat në atë çka e bën. Prandaj edhe unë po them nga perspektiva ime, unë ndjehem rahat në atë profesionin tim të cilën e bëj, cilën e ushtroj me studentët. Pra asnjëherë nuk e kam shkëputur lidhjen me studentët, për s'ka angazhimeve, njëherë në javë, disa orë. Ka qenë e vështirë këtë ta menaxhosh, sepse edhe jeta politike kërkon shumë energji, shumë impenjime, të ka thith pak nga energjia që ti ndoshta je pak edhe pishman, që ta kanë marrë ndoshta nga kjo për cilën ti po thua që je shumë i lidhur. Po sigurisht se një farloj kosto e kemi paguar dhe vazhdojmë ta paguajmë, jo në aspekt mësimdhënies, sepse cilësia nuk besoj që ka rënë, përkundrazi për politikat të forcon edhe profesionalisht edhe ma tepër, se ajo përvojë e cila krijohet me ligje, me hartim të ligjeve, me draftim të ligjeve, me gjetjen e zgjidhjeve për problemet shoqërore, i hyn punë një juristi, shumë i hyn punë një juristi, anën profesionale ma ka forcuar, po anën shkencore, hulumtimin shkencor, më ka penalizuar, për arsye se për veprimtari shkencore, për hulumtim shkencor, duhesh të kesh kohë të lirë për ta bërë hulumtimin, për ta arritur tek ato objektivat shkencore të cilët i ke përcaktuar. Unë në njërën anë kam fituar, po edhe në anën tjetër
mund të thuhet se kam humbur, për arsye se kam ide, më qarkullojnë në kokë, plane e bazë të mirë për me patur edhe disa libra universitarë. Unë një libër këtu zbashku e kemi me mentorin tim, udhëheqësin tim shkencor, Aslan Bilalin dhe Hajreddin Kuqin, 3 autorë jemi, titullohet e drejta ndërkombëtare private, pjesa e posaçme. Po çka është e mira, jo vetëm në UT, nuk e ka vetëm në Universitetin e Tetovës statusin e librit universitar, por pas një viti edhe në Universitet Prishtinës e ka statusin e librit universitar në Universitet Prishtinës. Edhe kjo më ban në krenar se jam një nga autorët e një libri kështu dedikuar për student, një libri universitar, jo vetëm në universitetin ku unë punoj, po edhe një universitet tjetër i cili ka dhe një traditë më të gjatë si që është Universiteti i Prishtinës. Po, kjo angazhimi, impenjimin politik më ka penalizuar pak në këtë drejtim, mirë po më ka forcuar edhe më shumë profesionalisht. Dua për një moment fundit flasim për fëmijët, 2 emra shumë të bukur shqip, Liburna dhe Norik. Emra i lirë të dy. Po, emër i lirë. Do kishe dashur që ndonjëri prej tyre të lundrojnë në jetën politike, ashtu si Ania i lirë, vetë emri Liburna. Do kishe dashur ti, edhe pse ta kanë thënë prerë dhe të shumë të sigur që ti vazhdo për vete neve në le në rehatin tonë. Ti si prind, do kishe dashur? Nga kretë jo që e përmende penalizimi, kosto e kështu me radhë. Jo, këtu është irelevante se qka dëshiroj unë, apo qka dëshiron edhe bashkëshortja. Relevante është se ku e ndjejnë ata vetën në rehat. Por a do i kishen mbështet? Ne jemi për t'i supportuar në çdo gjë në cilën ata përcaktohen për vendimet e tyre që kanë një rëndësi jetësore. Kështu që fare nuk e mendoj, me ju thonë të drejtën, unë vetëm dua që ti ngacmoj, ti nervozoj, kështu e se e di se më kundërshtojnë edhe i thamë, kështë duhet mësoni edhe këtu pak ma shumë edhe kështu, ose me dalë publikisht, diçka me bëhe dhe ato, thonë, hajde, qao, shiko punët tua, me tonët, edhe ma thonë këtë vazhdimisht. Po, këtë e bëj vetëm për t'i nervozuar, paksa për t'i ngacmuar. A këtu jemi për t'i mbështetur në çfarëdo vendime, vendimet i marrin ata, sikur ne, si që kemi marrë vendimet tona, fatmirësisht për cilët nuk pendohemi, fatmirësisht, se ka dhe njerëz të cilët nuk me qëllimin më të mire bëjnë një zgjedhje, ndërsa pas një kohë shohin se nuk është ajo zgjedhja në përputhje me pritshmëritë që i kanë patur. Këtu të ne nuk ka ndodhur kështu, fatmirësisht, derisa nuk kemi filluar në politikë, jeta ndoshta pak është boring, kështu mërzit shumë, po ka shku si pas një plani. Domethënë këtë vit, këtë muaj, e kështu që pastaj jemi liruar pak edhe më kaotik, ndoshta pak jemi. Po edhe ajo, kaotike ka atë lezetin e vetë, atë bukurin e vetë. Po pra, nga këto pyetje të përgjithshme, të cilat i patëm deri tani, ne kemi edhe ca pyetje tjera, të cilat zakonisht shtojmë pak dinamik në emision, shumë shpesh janë me spec, në këtë rast nuk janë shumë djegsta, mos u bë merak. Janë pyetje të cilat kërkojmë përgjigje të shpejta, janë diku 5 ose 6 pyetje, do i përgjigjesh të gjitha, por që përgjigjet të shkurtra, po jo ose një mendim, një përkufizim të shkurtër, kështu që vazhdo. A ka diçka për të cilën pendohesh në jetë? Me të drejtën, jo. Jo? Jo. Nuk ka diçka për të cilën pendohem, kështu që çdo gjë që bëj me kështu vetdije të plot, edhe tham, edhe me dalë mirë, edhe mos me dalë mirë, për apo është mirë, kështu që nuk pendohem. E gjatë. Me tjetra? Po, vazhdojmë. Gjitha përgjigje, se nuk janë shumë. Nuk janë shumë. Cili është gjesti më romantik që e ke bërë ndaj bashkëshortës tënde Albinës? Hajde, ta shkujto pak.
Shiko, me thonë me i dhuru lule, unë kam qef me dhuru lule. Okej, i dhuron në datat caktuara? Po, e bëj vazhdimisht, e bëj edhe për persona tjerë, edhe kështu për persona për cilët kam respekt. Ne po flasim për Albinën, jo për persona tjerë. Është kjo gjua jute e dashurisë ndaj saj për t'i treguar respekt, dashuri me lule? Po sigurisht, unë besoj se me drejt gratë, vajzat, pëlqen një gjest Pa tjetër që po. Kujdesi është shumë i rëndësishëm. Nuk është e dhurata, është e kujdesi dhe gjesti. Nuk është absolutisht, po vëmendje të cilën ja përkushton dikujt. Unë ma dje edhe në kuvend, ju keni parë videot ku kanë qarkullu. I kemi pa kanë qarkullu. Pra je i kujdesshëm. Besoj se jam. Po kjo pyetje ma shumë për Albinën. Për Albinën ishte, po mirë ti the që edhe në përgjithësi je i tillë. Okej, vazhdoj me pyetje tjera. Nëse do ta kishe përballë ndonjë person që nuk e ke takuar kohë të gjatë, kush do të ishte dhe çfarë do t'i thoje? Ndonjë person që ndoshta nuk është mesin tonë, ndonjë mik që e ke larg, nuk e di. Zakonisht rrethi im, zakonisht këto janë. Tash a kemi ndonjë familjar, ndonjë mik, ndonjë shok, nga shkolla e mesme, po edhe nga fakulteti, ka që semi pa se secili është me dinamikat e jetës tij, ka persona të cilët që nuk i kam çdo ditë. Kështu që se cilin person, cilin e kam të afër dhe e ndjej të afër, në që se kisha takuar pas një kohë, me siguri se do në bënd të mirë me më ndjej. Oke, pra nuk ke një person special që do i thoje diçka publikisht, do e shfrytëzoje këtë hapësirë? Ata të cilët janë përreth meje dhe që i ndjej të afër, i kam besoj se... Okej, dhe u a thua besoj kur t'jepet rast? Po, besoj se i kam vazhdimisht. Bukur, vazhdoj me pyetjen tjetër. Thonë që politika i tjetërson njerëzit, tja ke ndryshu. Je gërzoni, tjetërsone, nuk e di çfarë terme me përdor. Shumë e rëndësishme, shumë është e rëndësishme në politikë që me mbet njeri, ka shumë shenjë bujt mirë, politikanëve të mirë, që janë njerëz të mirë, ashtu si kanë hyrë, ashtu edhe kanë dalë nga politika ose ende janë në politikë dhe unë role model i kam këta njerëz të cilët janë me këmbë në tokë, që politika nuk i tjetërson, pushteti nuk i tjetërson, po përkundrazi ajo është një situatë kur ti duhet ta shpërfaqësh atë anën njerëzore tek ti. Kështu që unë bëj kujdes dhe e shoh politikën si diçka momentale, si diçka kalimtare, nuk e shoh si diçka e cila mund të zgjasë një kohë teje të gjatë, dhe mendoj se për aq sa jemi, të jemi ashtu siç duhet, për aq kohë sa jemi. E qartë, okej, vazhdoj me pyetje tjera. Edhe 2 pyetje pas kemi. Po. A keni në plan me zgjeru familjen? Nga jo që tema parë, nga krita të sakrifica e sfida. Jemi... Plus e bukra është që i keni të 2 gjinite dhe vajzë dhe djallë. Po. Ja, nuk e kemi në plan me thonë drejtën, kështu që kur shohim dhe një fëmijë të vogël problematik, ju kthehen ato emocionet. Po, e shikojmë një tjetrin apo e sheh. Mirë jemi. Po, për momente nuk e kemi në plan. Kështu që e kemi diskutuar shpesh herë kështu me radhë. Mirë jemi edhe kështu si jemi. Okej, e qartë, edhe një pyetje të fundit. Kjo është pak më interesante, është ju edhe 2 pas kemi po. Ke tregu që e fan si Dafina Zeqirit, cila është kënga jyte e preferuar nga këngët e saj. E ke tregu vetë këtë që i pëlqen këngët e saj, i fan si saj. Nuk e mohoj. Po, ne si shqiptar,
tash kjo s'ka të bëj me as me nacionalizëm, as me patriotizëm, po është fakt i pamohueshëm se kemi këngëtar suksesshëm. Kjo është dëshmu ndërkombëtarisht tashmë, është fakt. Po, hajde s'po flas për Dua Lipën, Rita Orën, Bebe Rexhën, kështu me radhë, se ata ndërkombëtarisht janë me Grammy Awards, kështu me radhë, po dhe këta që janë këtu, që nuk kanë te kalu kufit e Ballkanit, unë i konsideroj edhe i shoh paktën që janë nivelet njëjta me këta të famshmit në nivel global. Dafina Zeqiri është shumë e talentume. E vërtit. Shumë e talentume. Ndonjë nga këngët që i ke kështu më qef të Dafinës? Gjitha këngët e Dafinës i ndëgjoj. Gjitha. Do me thonë, edhe në që se del, derisa jemi duke folë unë e ti, këtu është publiku ndonjë këngë, dikush prej miqve të mi, ka me ta dërgua? Ose shoqeve ma dërgon, këngën po sa del. Kështu që Dafina Zeqiri, po është e mirë edhe Dhurata Dora, Ledri, shumë i talentum, Yll Limani shumë i talentum, pra jemi me fat që kemi artistë mrekullueshëm të cilët as pak nuk mund të konsiderohen inferior ndaj artistëve tjerë, cilët janë të njohur në nivel global. Tani edhe rrjetet sociale, platformat e ndryshme kanë bërë që të mund të deportojnë këngët e tyre në gjithë botën, pra nuk ka më barjera dhe kufi. Dafinën e vlerësojmë pak ma tepër, madje edhe në kuvend, se është një deputete Dafina, pa jo mbi emrin e ka Stojanovska, unë është edhe prej foltorës Dafina Zeqiri, shpesh e kam bo urdhno mere fjallën. Edhe është shumë këngëtare e talentume. Jam dakord me ty. Edhe një pyetje të fundit, edhe i mbarum. Nëse do të duhej të zgjidhje mes të dyjave, cilën do e kishe zgjedh, jetën akademike apo politike? Duke patër parasysh se jeta akademike është jo vetëm dashuria e parë e jona, po jeta politike është e përkohshme, atë që e kemi dhënë deri tash, dhe unë pa dyshim se do e zgjedhja jetën akademike. Jeta akademike na jep një farlloj qetësie dhe shpirtërore, e gjejmë vetën, lundrojmë në ujërat qetë aty, ndërsa politika gjithmonë është me dallgë, është me valë, është me stuhi, është me dinamika më të mëdha, që për një kohë të gjatë në qoftë se jenë ato ujëra, nuk është se dhe nuk ka pasoja. Veçanërisht unë e them këtë shpesh herë, dërsa kam qenë ministri i arsimit, po edhe prej se kam dalë për ministrisë arsimit. Kjo ministria është ministria më problematike në shtetë, më problematike në vend. Unë para ati pozicioni kam qenë edhe zëvendës kryeministër për çështje europiane. Aty e kam patur shumë më tjetë. Ministri të arsimit, do me thonë jeta më shkurtuar, unë besoj për një 5 vjetë. Besoj çdo ditë ka qenë në sfidë atje? Çdo ditë sfidë, çdo ditë stresuese, çdo ditë me probleme të reja, çdo ditë ka kërkuar angazhimin e të parit të institucionit. Prandaj, kur e bëj një krahasim të këtij, ose shpesh ju them, nëse dikush e bën një mandat plot në Ministrinë e Arsimit, dhe kuptohet nëse është person i angazhuar që angazhohet, në fund të mandatit përdore duhesh me marrë me çunë me një psikolog, se ka nevojë, edhe pse thotë se jam mirë, jo si e mirë, para një psikologu, një seancë 2 të paktën me bë, se të lën kështu me pasoja caktume në aspektin e shëndetit, për arsye se kërkon shumë angazhim. Është një nga ministrit më të mëdha, më e madhja është për nga numri të punësuarve, që personat të cilët i mbulon, po e pak konkurrent edhe në aspekt të problemeve, në aspekt të sfidave që janë të përditshme. Që po e ndaj se këtë e thamë me miq kështu derisa rrim bashkë, që çdo herë kur jam zgjuar nga gjumi, ka çdo herë telefonin, kam patër porosi,
për 2 apo 3 zjarre kushtimisht, po e them që është dashtë fiken, ndoshta derisa janë bërë gati, duke më folur në telefon, duke menaxhuar me ata të cilët janë pjesë e ekipit tim, të cilën kanë shoqëruar në çdo hap. Prandaj po e them, jeta politike ka kostën e vet, ndërsa jeta akademike, të paktën për mua, është ajo që më ofron qetësi të plotë, kështu që pa u mendu 2 herë jetën akademike kisha zgjedhur. Okej, bukur shumë. Edhe një pyetje të fundit, ku nuk po kërkoj shumë sqarime jo nga këto, nga pyetjet tjera, me cilat do ta përmbyllim bisedën, sepse kemi arritur fare në fund. Arbor, unë jam shumë e sigurt që ti ke hyrë me një mision në politik, nga krejt kjo me vëmendje të ndoqa, dhe unë paka shumë e kam të qartë misionin për cilin ti e futur jetës politike. Mendon që kontributi që ti ke dhënë dhe po vazhdon të japësh ka pasur impakt pozitiv dhe të mirë në shoqërinë tonë, në vendin tonë? Po, unë e shoh, është një satisfakcion i madh kur njerëzit tjerë ta thonë. Jo ti kur i promovon ata punë apo ato gjëra për cilat mendon se ke bërë diçka. Fare, unë kur shkoj në universitet, prej kolegëve të mi në universitet, pikës pari edhe thonë ka një mirënjohje për ligjin e ri për arsimin e lartë, që ka qenë një çështje tejet e rëndësishme për gjithë komunitetin akademik, e që na ra përhise që me njëherë në fillim mandatit një çështje të tillë ta bëjmë së bashku me kolegen Deskovska. Tjetër, rritja e pagave në arsim, por jo vetëm sa për pagat, po duke patër parasysh se në për çka kalon një profesor universitar, çfarë lloj investimi, duke mos, jo investimi material, po jo material, që bën gjatë jetës ti, çfarë lloj sakrifice dhe mos të ketë pagë të konkurrueshme në treg. Pra diçka që meritojnë. Nuk është vetëm çështja monetare, besoj. Dhe jo vetëm që me përqindje caktuara, derisa isha ministri i arsimit, kemi ngritur pagat në arsim fillor të mesëm në arsimin e lartë, po duke qenë deputet, i kemi ngritur pagat në nivelin historik për 100% më shumë në arsimin e lartë. E mos të flasë për zgjidhje individuale të njerëzve të ndryshëm që i kanë merituar ato gjëra, e mos të flasë për përmirësimin e infrastrukturës arsimore gjithandej, që edhe sot e kësaj dite për mua është një lloj satisfaksioni kur dëgjoj fjalë të mira se punë po vejnë mbar. E këtu është përpartësia e politikës nga jeta akademike, për arsye se politika ka mekanizma, duke qenë politik, ke në dispozicion mekanizma, ke në dispozicion instrumente me çka mund të ndikosh në shoqëri. Edhe është instinkt njerëzor, intelektual, për të marrë me politikë. Për arsye se intelektual nuk mund të qëndroj indiferent ndaj gjendjes në shoqëri. Edhe problematikave. Gjithmonë ka ambicion njerëzore, mbrëmshme, për ta dhënë një kontribut, për ta përmirësuar gjendjen. E politika të jep ato instrumenta, i ka ato mekanizmat e vet që me dhënë një kontribut më të madh në një rreth më të gjerë shoqëror në mbar vende. E qartë. Arbër, ne kemi ardhur krejt në fond, ishte vërtet shumë kënaqësi, faleminderit që na dhe mundësinë të njohim pak më ndryshe. E di që kishe rezervat e tua, po tash po du me të fyt pasi jemi në fond. U ndjeve rahat gjatë kësaj bisede? Me u thonë drejtën. Po sinqerisht, me u thonë drejtën, nuk jam ndje rahat. Po pse si e ndje rahat? Shumë ma kolloj me oponentin tim politik, këtu isha përballë për zhvillime politike, se sa për këta pyetjet. Po besoj këtë ja keni borxh gjithë njerëzve të cilët e mbështesin punën tuaj, besoj. Edhe profesionin që keni si profesor universitar, gjithë studentëve tuaj që t'ju njohin për te asaj që ne e shohim në ekran.
Faleminderit shumë që na edhe këtë mundësi. Faleminderit edhe juve dhe ju uroj punë mbare të suksesshme. Faleminderit shumë gjithashtu. Të dashur miq, ne erdhëm në fund pas këtyre 60 minutave të cilat i kishim bisedë me Arber Ademin. Ne do vazhdojmë në fakt çdo të premte këtë cikël të emisioneve të cilin e paralajmërova që në fillim. Javën tjetër do kemi sigurisht të ftuar nga subjekte tjera politike dhe besoj është edhe në interesin tuaj që të njohim këta persona të cilët gati se kur nuk flasin për pasionet e tyre, për jetën personale, për familjen, për shkollimet e kështu me radhë. Pra t'i shohim pak më ndryshe, besoj do jetë shumë bukur. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, si gjithmonë edhe sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq ne takohemi pas fundjavës ditën e hënë në terminin e rregullt orës 17:00. Deri atëherë mirëmbëjtje.